Dashi. Sot do përqendroheni vetëm tek gjërat urgjente dhe do lënë disi pas dore gjithçka tjetër. Kjo qasje do ju mundsoj të përfundoni më shumë në pak kohë. Në marrëdhënien në çift të dashuroheni pa dorashka, duke kaluar kohë cilësore larg keqkuptimeve të vogla që mund të lindin. Beqarët do tregohen të hapur ndaj bisedave me të panjohur dhe pa pritur dikush i veçantë do ndes interesin për idetë dhe ëndrat tuaja. Në punë, influenca e Uranit do forcojë vendosmërinë për të provuar ide të reja dhe për të marrë rreziqe të kalkuluara. Mund të shtrohen pengesa, por asgjë nuk duket e pamundur për ju. Në planin financiar, bilanci do përmirësohet ndjeshëm, duke të i kaluar pritshmëritë. Kjo gjendje e re do ju lejojë të planifikoni investime afatmesme me besim të plotë. Demi. Sot do reflektoni thellë mbi qëllimet tuaja dhe do shmangni çdo shkrim të panevojshme, duke përqendruar energjinë vetëm ku ka ndikim të vërtetë. Në çift do ndërtoni një atmosferë ndërgjegjësimi dhe intimiteti të përhershëm, ku fjalët e ëmbla do krijojnë një lidhje më të fortë se zakonisht. Beqarët do binden t'i hapin dyert zemrës ndaj personave me interes të përbashkët, prandaj rrjetet sociale apo takimet e rastit mund të sjellin surpriza të këndshme. Në punë do vendosni prioritetet drejt rezultateve të dukshme dhe do ndjeni të mbështetur nga hyjet për çdo vendim të guximshëm. Edhe pse sfida financiare mund të shfaqet, do keni mjetet për t'u përballur me qetësi. Në fund të ditës, bilanci bankar do tregojë përmirësime dhe do ju ofrojë qetësi. Binjakët. Sot do ndjeni të frymëzuar nga çdo ide që ju vjen, prandaj do jeni më të gatshëm të ndani mendimet tuaja me të tjerët. Në çift do krijoni çaste magjike ku dialogu dhe buzëqeshjet do jenë element kryesor për forcuar lidhjen. Beqarët do mbledhin kurajo për të prezantuar në grupe miqësore, ku mund të takojnë dikë që do ndjejë tërheqje të menjëhershme ndaj personalitetit të tyre. Në punë do vendosni skema të reja organizimi dhe do keni vlerësime nga kolegët për kreativitetin. Megjithatë, duhet të kujdeseni që të mos harxhoni pa llogari, sepse impulsiviteti financiar mund të krijojë boshllëqe. Megjithatë, me pak kujdes, buxheti do mbetet i balancuar. Në mbrëmje, diskutimet konstruktive me të afërmit do rikthejnë paqen dhe harmoninë. Daforia. Sot do zbuloni një perspektivë të re që ju ndihmon t'i vendosni gjërat në vendin e duhur, duke mos u shqetësuar për detajet e panevojshme. Në çift, kohët profesionale mund t'ju zënë, prandaj organizimi i mirë do garantojë edhe kohë për intimitet dhe kujdes reciprok. Beqarët do përjetojnë një impuls të papritur për të dalë nga zona komforti. Një vizitë në një galeri arti apo event muzikor mund t'i jepë me njerëz të veçantë. Në punë do ndiqni me durim udhëzimet dhe do arrini objektiva që herët e fundit ishin të paveçme. Financat do qëndrojnë të shëndetshme, fal kursimeve dhe planifikimit të kujdesshëm. Në mbrëmje, një bisedë miqësore do forcojë vendimet dhe do sjellë rehati. Luani. Sot energjia juaj do jetë në kulm dhe do ndjeni të gatshëm për të kapërcyer çdo pengesë. Në çift, harmoninë do e shtojnë gjestet e vogla dhe surprizat romantike, duke e bërë ditën të paharrueshme. Beqarët do ndikohen nga optimizmi dhe do shfaqin një karizëm të pashaq, prandaj takimet spontane në vendet publike mund të kthehen në lidhje të forta. Në punë, fushat industriale dhe financiare do ofrojnë mundësi të jashtëzakonshme për promovim, veçanërisht për ata që merren me projekte me rrezik të llogaritur. Strategjitë buxhetore do jenë të lëvduara për efektshmërinë e tyre. Në mbrëmje, miqtë do kërkojnë mendimin dhe përkrahjen tuaj, duke e forcuar sensin e përgjegjësisë. Virgjëresha. Sot do përjetoni ndryshime të papritura të humorit dhe mund të ndiheni paksa të tensionuar në momente të ndryshme. Në çift, mosmarrëveshjet do lindin shpejt në mungesë të kontrollit të nervave. Mendoni 2 herë para se të flisni për të mos rrezikuar besimin. Beqarët do vihen përballë sinjaleve të interesit, por duhet të shmangin vendimet e nxituara që mund të sjellin keqkuptime. Në punë do keni nevojë për pushime të shkurtra për të rivendosur fokusin dhe për të realizuar detyrat me standardet e larta që kërkohen. Financat mund të jenë të ndjeshme ndaj impulseve për blerje, ndaj rekomandohet një listë të qartë shpenzimesh. Në fund, reflektimi vetjak do sjellë qartësi dhe paqe mendore. Peshoria. Sot do komunikoni me të gjithë me lehtësi dhe do kapëni atmosferën e duhur për çdo situatë. Në çift, një fjalë e ëmbël dhe një përqafim do mjaftojnë për të ruajtur harmoninë dhe pasionin. Beqarët do dallojnë se mes shumë njerëzve, vetëm disa vërtet i kuptojnë ato që dëshirojnë. Zgjedhni me kujdes. Në punë, ambicia juaj do shfaqet tek vendosja e objektivave të arritshme, duke preferuar progresin gradual. Nuk do ketë nevojë për skema dramatike për të siguruar suksesin.
Financat do mbeten të stabilizuara për shkak të kursimeve të mëparshme dhe menaxhimit të kujdesshëm. Në mbrëmje, iniciativa për një aktivitet kulturor do pasuroj shpirtin. Akrepi. Sot do keni një qetësi shpirtërore që do ju ndihmojë të kapërceni vështirësi pa humbur vendosmërinë. Në çift, komploti i dashurisë dhe përkushtimi do forcojnë marrëdhënien, ndërkohë që fjalët e sinqerta do zhduken çdo dyshim. Beqarët do ndjejnë dëshirën për izolim, por yjet do krijojnë kushte të përshtatshme për takimet që shpresojnë thellë. Në punë, planet tuaja të stërvitura do vijnë në zbatim pa nevojën e përpjekjeve ekstreme, pasi keni qenë të përgatitur prej kohësh. Financat do mbështeten nga një seri progresesh të lehta dhe jo të papritura, duke garantuar qetësi të plotë. Një moment reflektimi në mbrëmje do forcojë lidhjen me vetveten. Shigjëtari. Sot intuita do jetë partneri juaj më i mirë në çdo situatë, ndiqni zërin e brendshëm për vendime me peshë. Në çift, balanca mes momenteve të qeta dhe aventurave do krijojë emocion unik, duke e mbajtur marrëdhënien të gjallë. Beqarët do preken dhe një takim i papritur në një ambient social, ku do ndjejnë një lidhje të menjëhershme me ndihmë të cilin ndajnë pasionen. Në punë, Jupiteri do nxjisë nisma që të i kalojnë pritshmëritë dhe do merrni lëvdata si udhëheqës. Financat do përmirësohen ndjeshëm për shkak të mbështetjes së përbashkët nga të afërmit. Mbrëmja do sjellë pak qellje të merituar dhe reflektim mbi ditën. Britsjapi. Sot do veproni me realizëm të plotë dhe do shmangni çdo fantazi të parsyeshme në planet afatgjata. Në çift do vlerësoni stabilitetin dhe përkushtimin e përditshëm, ndërkohë që do gjeni kohë për t'i dëgjuar nevojat e partnerit. Beqarët do takojnë njerëz me motive të sinqerta në ambiente ku ndihen komod, prandaj nisni biseda të thjeshta që mund të tërheqin respektin. Në punë, analiza e thelluar para çdo veprimi do parandalojë gabimet dhe do sjellë rezultate të qëndrueshme. Financat do përballojnë çdo sfidë pasi keni një plan kursimi që ndihmon bilancin. Në fund të ditës, një libër zhvillim personal mund t'ju ofrojë frymëzim për të nesërmen. Ujori. Sot entuziazmi do jetë në nivelin më të lartë dhe do e transmetoni tek të gjithë në rrethin tuaj. Në çift, dialogu kreativ dhe debatet e lehta do forcojnë besimin dhe do hapin rrugë për projekte të përbashkëta. Beqarët do preferojnë eksperienca të vogla dhe jo lidhje të menjëhershme, duke krijuar hapësirë për miqësi të qëndrueshme. Në punë do bini dakord me kolegët dhe do realizoni çdo projekt me elegancë, pa u tensionuar për detaje të parëndësishme. Financat mund të kenë luhatje të vogla, por menaxhimi i kujdesshëm do mbajë bilancin të konsoliduar. Mbrëmja e lirë me aktivitete artistike do pasurojë shpirtin dhe do rrisë kreativitetin e së nesërmes. Peshqi. Sot do kërkoni vlerësim për vlerat tuaja, mos mburoni të kërkoni njohje për përpjekjet e bëra. Në çift, mund të ndiheni pak të demotivuar në mëngjes, por pas mesditës dielli do kthejë buzëqeshjet dhe do rigjallërojë intimitetin. Beqarët duhet të monitorojnë refuzimet e mundshme me durim, sepse vetëm një lidhje e sinqertë vlen për zemrën tuaj. Në punë, nëse ju ofrohet një projekt i madh, krijoni një plan të detajuar paranisjes për të garantuar suksesin. Financat do përkeqësohen pak për shkak të shpenzimeve të domosdoshme, por mbështetja familjare do ofrojë zgjidhje të duhura. Mbrëmja e qetë me një pije të ngrohtë do ripërtëri energjitë,